Fare, të lutem tash mos e bë dramën. S'ka për dramën. Në mos mu pajtu ose mos mu pajtu me Juve ose me cilin do antar këshillit ose paket për pikpamjes edhe interpretimet. Por dyshysh vjen keq që do të më thonë Pukanjar, më duket që pak edhe me qëllim, do të thonë kur ju e thoni interpretimin e juaj, atëherë është ky interpretim është mendimi juaj. Ndërsa kur unë e tham interpretimin tim, ju po thoni që është avokim ose për një çështje të caktuar, jo kryesues, çdo keni gabim. Unë e shoh çdo procesin, përndryshe unë asnjë rast as nuk e tham që në votim shumica fiton, unë respektoj mendimin e shumicës këtu pa kurrë problemi, domethënë keni më pa sot çka do të vendosë këtu, kam respektuar edhe vendimin pasues atje pa kurrë problemi është. Po ju kisha lutur mos e referoni kështu se s'kam kurrë interesi me mbrojt ndonjë qendrim ose me avokut dikan për diçka. Fare, të lutem tash mos e bë dramën. S'ka për dramën.